Zëvendës kryeministri dhe ministri i punëve të jashtme të Kosovës, Hashim Thaçi, po qëndron sot për një vizitë zyrtare në Maltëzi. Zoti Thaçi bisedoi me udhëheqësit malazez për marrëdhënie dypalçe për projektet e bashkëpunimit mes dy shteteve, përfshirë edhe bashkëpunimin për integrimet euroatlantike. Disa qindra qytetarë të komunitetit serb kishin dalë për protestuar ndaj vizitës. Korrespondenti ynë në Maltëzi, Ali Salaj, ka përgatitur kronikan. Zëvendës kryeministri dhe ministri i punëve të jashtme i Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi, po qëndron sot në vizitë zyrtare në Maltëzi me ftesë të homologut të tij malazez Igor Dukšić. Në konferencën me gazetarë, dy ministrat e jashtëm, Thaçi dhe Dukšić, theksuan bashkëpunimin e mirë midis dy vendeve, i cili mbetet model i bashkëpunimit në rajon. Ne kemi të njëjtin vizion që vendet tona të jenë edhe Kosova dhe Malezi pjesë e NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Kosova jep mbështetje plot Malit të Zi për të integruar sa më shpejt në NATO, sepse vlerësojmë që nuk është vetëm interes i Malit të Zi, por është interes strategjik ndërtimi i Malit të Zi në NATO për gjithë rajonin. Është fat që mes Kosovës dhe Malit të Zi nuk ka ndonjë çështje të hapur problematike përpos përkushtimeve të përbashkëta që jemi duke punuar në interes dy vendeve. Odnosi Crne Gore i Kosovës sadržajni, prošle godine je potpisano 9 sporazuma, novi sporazumi su na putu i sve je to u najboljem interesu građana jedne i druge države. Ministri i jashtëm malazez Igor Dukšić shfaqi kënaqësi për marrëdhëniet e shkëlqyera midis dy shteteve, të cilat sipas tij do të përcjellen edhe me bashkëpunime në fusha të ndryshme. Gjatë vizitës së tij në Maltëzi, Hashim Thaçi zhvilloi takime me krerët më të lartë të shtetit, presidentin Filip Vujanović dhe kryeministrin Milo Đukanović. Ndërkohë, zoti Thaçi është duke qëndruar në Olqin, ku po zhvillon një takim me zyrtarët vendor dhe me forcat politike shqiptare në Maltëzi. Kundër vizitës së Thaçit, sot protestuan në qindra qytetarë të komunitetit serb të organizuar nga Kisha Ortodokse Serbe dhe nga shoqata të shpërngulurve nga Kosova, të cilët hodhen parulla shoveniste kundër Kosovës dhe popullit shqiptar. Për Zërin e Amerikës nga Podgorica, Ali Salaj.